Rrugët kryesore të qendrës së Shkodrës po marrin një pamje më të rregullt dhe më të sigurt pas ndërhyrjes së bashkisë për rifreskimin e sinjalistikës horizontale. Punojësit kanë rilyer vjet e bardha në kalimet të këmbësorëve dhe në segmentet më të frekuentuara të qytetit, aty ku qarkullimi i automjeteve gjatë muajve të fundit kishte bërë që sinjalistika të zbehej ndjeshëm. Këto ndërhyrje vijnë në një periudhë kur Shkodra po përjeton një fluks të lartë vizitorësh, si nga qytetet më të rëndësishme historike, kulturore dhe turistike të vendit. Qyteti mirëpresh çdo ditë vizitorë të shumë vendase të huaj, ndërkohë që gjatë kësaj periudhe rikthehen edhe më shumë emigrant për të kaluar pushimet pranë familjeve të tyre. Rritja e fluksit të lëvizjeve është më e dukshme në zonën qendrore të qytetit, pasi rrugët të çojnë drejt institucioneve kulturore, objekteve të kultit, muzeve, pedonale së pjacës dhe hapësirave të tjera publike, të cilat vizitohen çdo ditë nga një numër i konsiderueshëm qytetarësh dhe turistësh. Në këtë situatë, mirëmbajtja e vazhdueshme e sinjalistikës horizontale konsiderohet një element i rëndësishëm për sigurinë rrugore, pasi krijon orientim më të qartë si drejtuesve të mjeteve, pedaluesve të biçikletave, ashtu edhe këmbësorëve, duke ulur rrezikun e incidenteve në zonat me qarkullim të dendur. Qytetarët e vlerësojnë këtë ndërhyrje duke u shprehur se vjet e bardha të dukshme rrisin ndjeshëm sigurinë, por edhe vetë ata duhet të tregojnë të kujdesshëm në qarkullim. Të mira janë, vetëm se eliminojnë sado pak të probleme që kanë, por dhe na këto vjet e bardha disiplinë duhet me pas secili për veten kryet vet. Kujdesi për sinjalistikën horizontale është pjesë e masave të ndërmarra për të mbajtur qendrën e Shkodrës sa më të sigurt gjatë sezonit veror, kur qyteti përballet me intensitetin më të madh në qarkullim.